Kjo është një lëvizje migjeniane, me gjithë kuptimin migjeniane. Pra të një dikotomie, të një ndarje më dysh të shoqërisë, ku ata që janë nga 20 vjeç, qoftë nga 30, qoftë nga 40, nuk duan më të qeverisen nga ata që janë 60, 70 dhe 80 vjeç. Është ajo që thot Migjeni që si nuk kam një grusht të randë, me i Ramalit që zbzan, sepse pushteti politik i 70 vjeçarëve, 60 vjeçarëve, është autoreferencial, merret me veten e vet, me fjalimet e veta, me një Shqipëri që është virtuale, që e ndërton në Facebook dhe nuk i përshtatet realitetit ku jeton 20 vjeçari, ku jeton 30 vjeçari, qoftë dhe 40 vjeçari, me problemet e tij dhe me të ardhmen që i prezantohet i brezi nga njerëz që nuk kanë më të ardhmen. Pra kjo është dikotomia migjeniane dhe që thotë që si nuk kam një grusht të randë, pra është ajo që po ndodh, është grushti i randë, natyrisht virtual, natyrisht i një shprehje verbale dhe për fat mirë, jo i aksionit, nuk arritur tek aksioni, por besoj që do të vi në formë pozitive.